Tani, nderuar miq, do dalim nga këtu, do shkojmë në natyrë. Aty ku na pret si gjithmonë gazetari jon Thoma Dhia me rubrikën e tij të vlerimit shqiptar. Dhe më pas do të shkojmë edhe më larg akoma, në një kontinent tjetër, në një botë tjetër. Do të shkojmë në botën magjike të Indisë, që si gjithmonë këtu na e sjell telenovela Indiau, Njistërau, Dashurau. I ndjekim. Ja ku takuam përsëri në emisionin tim Blerim Shqiptar. Po si që dihet, sot nuk do të flasim as për blektorin, as për buqësin. Po do të flasim për gjueting, të sport kaq masiv që ka lindur që me lindjen e njeriut. Njeriut që kur ka qenë me 4 këmbë është marrë me gjuetin dhe tani është ngritur me 2 këmbë për shkak të gjuetis. Si që dihet, gjuetia është një met fitimprurës të cilët të gjithë gjuetarët e përdorin për të ngrënë mishin e shpendve të derave. Tu jemi në një zonë që dikur ka qenë zonë e ndaluar, gjuanin vetëm zona e ishë blokmenve që vinin këtu dhe po të yje të gjuanin ty për sorkadhe, po tani ynë gjdo njeri falë qeveris tonë super të suksesme që na bëri të futemi në këtë zonë. Na duhet të gjejmë një gjuetar për të cilin neve duhet... E brava më tjerin më, e brava më, e brava! E më doli buka fmive për vitri, më, doli më buka fmive për vitri. Buka e sa të me doli, se... Rëp, foli rëp më, pasa kene rëp më. Pa që bënë më, që desha me të vra më, si më këtë rëmtim mua, si më ka të rëmë kush, derim sot më, kush kanë me njët granat në dorë, kush kanë? Qa e shti se u trembe, mos qa e mund që desh në shpure në letë gomerve? Pastaj nuk është granat dorë, është mikrofon dorë, unë për këtë kam ardhur të të intervistoj. Sa me intervistuar, pa i në treme më, se është të hymë bëllë për teje. Për të gjithë teleshikusit jemi në tale të lejës, si të queni? Afrim Korqa prej Kuksi. Besoj se keni leje gjuetie, apo jo? Pa sharë mërë, kena mërë leje gjuetie mërë, pas në len kush me gjujt mërë, s'na len kush me gjujt. Po për çfarë e përdoni lejen e gjuetis? Për patent. Ja pra, që ka bërë të mundur qeveria, shikoni pra që lejen e gjuetis mund të përdorësh dhe për patent, mund të përdorësh dhe për kartë identiteti më vonë, më falë, po kush ka leje gjuetie? Po kush ka leje mërë, vini zhynë një ta mërë, një italian mërë, vini zhynë i to, s'kan, as leje, as i gjo mërë, vini zhynë, ma shumë se na. Ja pra që bënd të mundur qeveria, shikoni pra globalizimi që ka sjellë që të gjuajnë të gjithë italianë, grekë që vinë këtu për gjueti. Më falni, për ju pse s'gjuani, si mund të gjuajnë italianët? Po ku me gjujt mërë? Se vinë italianët një tu mërë, paguajnë 2.000 euro në agjensit e në dalin e gjujnë. Po ju pse nuk paguani 2.000 euro? Po si mërë, me pasun 2.000 euro blej misha, hajmë shpi vetë, s'kom nevoj me dalë me gjujnë. Keni vrarë ndonjë gjë të egër? O ka më gjene tigra, as rosa tigra, as kaf tigra, ka vetëm rëp tigër. Po ndonjë rosë? Ku ka më rosa mërë se janë ba shumë qifte, s'ka? Ja pa, shikoni pa se qëfar bashkëpunimi që ka gjuetari me qiftet që vi këtu në Kallamishte për të dashuruar. Që të thonë më? Jo qifte. Qifte, jo qifte. Do me thënë, ka shumë qifte, ja pra që mund të bëhet ku ka arritur teknologjia e qifteve, po të vrasësh një rosë, ajo piqet që në ajer edhe qenë të kapin për njerë. Më falë, po qëfar qifte shkeni? Po shysh sa ka demokracia, zhymë vedhe me një këtë loj qiftje. Ja pra, ta kanë qenë me një tytë, qeveria i ka bërë me 2 tyta. A tyta ty, ha. Mund të në thoni, po qëfar bashkëpunimi keni me gjuetarët e huaj? Po ma, kena bashkëpunim shumë madh me italianët. Ata për zgjutarë, ne në paguin për zagarë. Ja pra sa vënde pune që hapë qeveria, shikoni pra qërë bëhet e mundur, po pse nuk keni vajtur në punë sot? Se jam mërzit mërë. Para i jave ishte një italian që më pagujt i gjyshin për zagarë. Toj një gjyshin fermë, më vrau. Edhe si a bët? Se si a bona mërë, vdish më gjyshi. I thash që bane mërë, më ke vra gjyshin. Mës bëzaj tha se ta njallun. Ja pra që bëhet e mundu, shikoni diaspora rinë të rinjallë të vdekurin. Si e rinjalli? Marë gjyshi higu, në një tjetër marë, pa më futi 50.000 euro më gjepë. Tha na tha, meri tha, ato njallë gjyshi, po i thoshe. Qëfar bërë me ato 50.000 euro? Po që të thonë marë, higu gjyshi. Po qëfar bërë ti? Nejta ka të në parë shpis. Po tani, qëfar po prisni aty mbrapa?
Shem të thonë, ma ishe të një... Mos po prisni të vrisni italianin? Jo, mërë, po i kam qitë vjerin prit. Më duket se të vran vjerin. U bo në kati dytë i shpis. Mund të gjuaj njerë unë me këtë? Jeni të rinj dhe fëmia juaj urinon 24 orë non-stop. Blini pelena tona, rehat likë që qërë pasat. Ka bone, maj? Më duket se vrava një ros. Ishte rëp, maj? Shitja italianit për 2.000 euro. Pas ta me kushas për 10 euro, maj? Hajde to, maj, vaj? Blini pelena tona rehat likë që qërë. Ja kësham larëm qok gjuzeli.